Vaksinat kundër HPV-s nuk do të jenë me detyrim vetëm për vajzat. Autoritetet shëndetësore kanë përfshirë edhe djemt 13 vjeçar në kalendarin kombëtar të vaksinimit. Nga 1 janari i 2026, pra nga 1 janari këtij viti, kemi filluar vaksinimin e djemve 13 vjeçar me vaksinën human papilloma virus. Kjo vaksinë që është në përdorim në vendin tonë ka filluar në nëntor të vitit 2022 me vajzat me moshës 13 vjeçare, dhe ndërsa nga 1 janari këtij vitit kemi filluar vaksinimin e djemve 13 vjeçar. Vendimi për të bërë të detyrueshëm injeksionin edhe për djemt ka si qëllim parandalimin e disa llojeve të kancerit të lidhur me HPV-n dhe vajzat kryesisht nga kanceri i qafës së mitrës. Vaksina përmban 9 tipe të viruseve human papilloma virus. Janë virusi 9 tipet e 6-11 që të mbrojnë nga lythat genitale, ndërsa virusi 16 dhe 18 të mbron nga kanceri i qafës mitrës tek vajzat, nga kanceri i organeve genitale po ashtu te vajzat, si edhe nga kanceri i organeve genitale mashkullore tek djemt dhe te kanceri i fytit dhe i faringut, orofaringut. Sa i takon vaksinimit tek vajzat të moshës 13 vjeçare, kryevaksinatori Xhabia bëri ditur se janë realizuar rreth 700 vaksina, ndërsa fushata vaksinimi prej 2 vitesh po realizohet edhe tek vajzat deri në 20 vjeçe. Normalisht në çdo vit ne vaksinohen rreth 700 vajza të moshës 13 vjeçare. Në para 2 vite kemi filluar dhe një fushat vaksinimit për vajzat të moshës 14 deri 20 vjeç. Normalisht ato janë të vaksinuar, mund të vaksinohen rreth 150 vajza të kësaj kategorie çdo vit. Për 3 mujorin e parë të këtij viti kanë bërritur rreth 350 doza të kësaj vaksine për djemt, ndërsa vaksinimi po kryhet në qendrat shëndetësore në Shkodër.